Zoti Kurti, një çështje që është mediatizuar dhe si me thënë është alarmuar mjaft herë në opinionin publik, ka të bëjë me elemente të radikal islam në rritje që janë në Kosovë, përkatësisht klerikët radikal islam që po promovojnë një gjuhë ndoshta të cilësuar me elemente të urrëties. Një prej këtyre klerikëve ka pasur vlerësim të mirë për ju, sikurse që ka pasur vlerësim të mirë zoti Shevçet Krasniqi, sikur që ka pasur vlerësim të mirë edhe për kryetarin e tanishëm Xhilanin, zotin Lutfi Aziri. A duhet të ndahet raporti i juaj me njerëz që merren me fe, që promovojnë fetë e tjera? Pse duhet mu pa ata si akter për të përkthyer pastaj ky raport në valutë për votë? Spori ata nuk përshkruajnë në faqen e vetëvendosjes, në mediat e Kosovës, ata e kanë një hapësirë publike që ata kanë një hapësirë publike ku po shprehen qëndrimet e tyre, po shprehen lirshëm dhe besoj që kjo është e drejtë e tyre. Është një çështje tjetër se kush si reagon dhe kë e ka paniku e kë indiferenca. Por bindjen time ne do të jemi kundër çdo ekstremizmi fetar dhe jo vetëm fetar. A ka apo jo ekstremizmi fetar në Kosovë? Po, mendoj që ka, por mendoj që është i hiperbolizuar, është i dramatizuar, sepse tash kur po merret vesh qeveria me Serbinë, dëshiron që ta shfaq një armik tjetër, i cili na qenë ka shumë më i rrezikshëm se Serbia. Pra, përderisa këta njerëz bënin paqe me slavët që na kanë rrudhur këtu rrotull Adriatikut, dëshirojnë të na thonë se rreziku është dikon për Arabisë. Mendoj që kjo është tepër e karikaturuar dhe nuk mendoj që është reale. Mendoj që duhet ta kritikosh e kundërshtosh një 5 herë Serbinë, e mandej të vije rradha një herë ta kritikosh ekstremizmat e ndryshëm fetar që nuk janë vetëm islam. Pra, mendoj që duhet ta marrim këtë çështje në mënyrë më të relaksuar, sepse edhe reagimet me panik janë kundërproduktive. Nuk kam pa ndonjë studim ku shihet rritja e radikalizmit në Kosovë, ka mundësi që ndodh, mirë po duhet analizohen edhe shkaqet. Unë mendoj që në përgjithësi radikalizmi do të vijë duke u rritur në Kosovë, jo vetëm fetar, po edhe politik, për shkak se objektivisht kushtet e jetesës, më mirë me thonë, mbi jetesës në Kosovë po vështirësohen dhe normalisht që njerëzit kërkojnë zgjidhje të cilat nuk i gjejnë më në atë që quhet mainstream. Dhe unë mendoj që nuk duhet të shohim fenomenet vetëm të izoluara, po të shohim edhe shkaqet e tyre. Ne jemi për lirinë e fesë dhe kemi qenë shumë parimor në këtë aspekt. Konsiderojmë që kombi shqiptar i ka disa fe, disa religione, neve na karakterizon bashkëjetesa dhe bashkëpunimi ndërfetar, që shumë më tepër madje përtej tolerancës, dhe unë mendoj që kjo do të vazhdojë edhe më tutje, por më parë ka qarqe qeveritare, të cilat janë të interesuara që në vend se të orientohemi në kundërshtimin e armikut tonë shekullor Serbisë, tash ta shpikin një armik të brendshëm që na qenë ka edhe më i rrezikshëm se Serbia, me të cilin ata po merren vesh.